Bashkë me ish-kryebashkiakun e Tepelenës, deputeti Tërmet Peçi, motrën e tij Manjola Haska Peçi, kunatin Spartak Haska dhe drejtorin e bashkisë Lorenz Bami, subjekt hetimi në dosjen e SPAK, është edhe Afërdita Resuli dhe kompania Resuli RSHPK. Afërdita Resuli është bashkëshortja e pronarit të kompanisë së karburanteve Resuli RSHPK, e cila po jetohet si pjesë e grupit të Tërmet Peçit për përvetësim tokash, fonde të IPARD dhe pastrim parash në ndërtime, pasuri dhe aksione në resorte, përmes shitblerjeve fiktive dhe bilanceve të rreme. Hetimi ndaj Afërdita Resulit po kryhet për përfshirjen formale në skemat me tokën publike, investimet, financimet dhe përfitimin e 225.000 eurove fonde IPARD për resortin Agroturizëm Regjini në fshatin Regjin të njësisë administrative e Kurvelesh, për të cilin ekzistojnë prova. Pas lidhjes së kontratës me AZBR-n, motra e Tërmet Peçit i shiti 66% të aksioneve të resortit për 660 euro shtetases Afërdita Resuli, bashkëshortja e pronarit të kompanisë Resuli RSHPK. Ky transaksion është klasifikuar si shitje fiktive, pasi investimi total i resortit kap vlerën 1.1 milion euro. Sipas analizës ekonomiko-financiare të kryer nga BKH, vlera e shitjes prej 660 eurosh përfaqëson vetëm 0.7% të vlerës së investimit, ndërkohë motra mësuese e Tërmet Peçit nuk ka pasur të ardhurat të mjaftueshme për të financuar një investim prej 1.1 milion eurosh për ndërtimin dhe vënien në funksion të resortit. Sipas të dhënave që disponojnë BKH dhe SPAK, përfshirë përgjime telefonike dhe ambientale, ka rezultuar se financimi është kryer nga Tërmet Peçi dhe pronari i kompanisë së karburanteve Resuli RSHPK, Eduard Resuli, si skem përfshirje në burimin e real të ardhurave. Në këtë skem ashtrimi përfshihet edhe fakti se dy pronaret formale të resortit, Afërdita Resuli dhe Manjola Haska Peçi, pra në realitet Tërmet Peçi dhe tregtari i karburanteve Eduard Resuli, rezultojnë në letra me 820 milion lekë detyrime për këtë investim, pa u deklaruar emrat e subjekteve financuese. Sipas provave të mbledhura nga BKH, djali i Tërmet Peçit ka qenë menaxher në kompaninë e karburanteve, ndërsa emri i pronarit Eduard Resuli ka dalë si qarkullues milionash te kompania Jumentis e grupit të Tërmet Peçit. Kjo kompani ka përfituar 758.000 euro fonde IPARD për ndërtimin e thertores në Tepelen dhe rezulton gjithashtu aksioner ilegal në Agroturizëm Urla, po në Tepelen. Sipas të dhënave nga thesari i shtetit, kompania Resuli RSHPK ka përfituar rreth 23 milion euro tender gjatë 12 viteve, një pjesë e tyre në bashkëpunim me kompani të tjera, por sipas hetimit për tenderet që kompania ka marrë vetme, sasia e karburantit të shitur shtetit rezulton më e madhe se sasia e deklaruar si furnizim në bilancet zyrtare, fakt që ngre dyshime për kontraband. Kompania me qendër në Fier është raportuar disa herë në shish dhe strukturat e antikrimit në bashkëpunim në aktivitete të dyshimta me kompaninë Bolvoil të Behar Çukës, me importues karburantesh dhe me drejtues të Alpetrol dhe Bankers, por deri më tani ka shmangur procedimet penale. Resuli RSHPK është futur masivisht në tenderet publik pas vitit 2013, ka edhe dy kompani të tjera tregtimi karburantesh, konkretisht Aeropetrol SHPK dhe Resuli SHPK. Kjo e fundit e përtithur pa likuidim nga Resuli RSHPK. Për aktivitetin e tyre ekzistojnë raporte nga organet e zbatimit të ligjit. Nuk dihet ende arsyeja pse në periudhën mars 2021 qershor 2024, Eduard Resuli, përmes 4 akt dhurimeve, i kaloi vallajit të tij Roland Resuli 49% të aksioneve të kompanisë Resuli RSHPK, çështje që aktualisht po investigohet.